tokë tjetër, ku KKT-ja e famshme e Tiranës u katandis në 3 veta. 2 ishin përfaqësues qeverisë qendrore, 1 ishte Bashkia e Tiranës. Dhe në këtë moment, Majmunateri Rama nuk shkonte mos se s'kishte më vlerë, çonte një përfaqësues të bashkisë sepse e dini që në fund fare me 3 vota dhe është në këtë periudhë që ku Bashkia e Tiranës nuk kanë pasur asnjë lloj vendimare sepse ishte votë teke, ishte tek votë, pra nuk ishte... Zoti Balla, unë po të them... Vetë fjerë për ndërtim, se ata e kanë halë në ndërtimin, nuk është punë ndërtimit, tu është problemi. Ka një element... Si e mori pronë, nuk është tu. Ka një element... Ka një tendencë për ta shmarrë vëmendjen nga skali. Ka një element që nuk është prekur. Në qoftë se Zotin Rama do ta kishte thrirë struktura e posaçme e çmonte të vlefshme atë pretendim që në fazën e hetimit paraprake, që në fazën e gjyqtarit të seancës paraprake e tjera, nuk ka për ta thirrur dhe prap. Vetëm aty do të shikosh momentin që do të kemi megjithmend një veprim tendencioz të trupit gjykues, se 3 prokuror, nëse do ta shikonin të arsyeshme, ta thrisnin, do ta kishin thirrur. Do ta kishin thirrur. Kështu që elementi i Zotit Rama është pretekst për ta politizuar procesin. Sepse kjo është ideja, qa po synon pala mbrojtëse në këtë rast se për ngulmon? Një është për të politizuar... Një për ta futur në skenar politik. Sigurisht pak në duhet ndalim të kjo për shkak edhe të seancës që në fakt ja marrë bër Maltezi, por edhe avokatët mbrojtës madje shfaqin edhe disa video që shfaqin Taulant Balla duke bërë disa deklarata në kuvend dhe si duket edhe pjesa ato vazhdimisht që nga seancat paraprake, por edhe vijimi i gjykimit deri në këtë fazë. Po si kjo ka ardhur me një padijes e Taulant Balla. Pikërisht dhe ata thonë që është një proces politik dhe vjen pra që nga seancat paraprake dhe deri në këtë fazë fokusi i tyre kryesor personi kyç ka vdekur për të bërë. Personi kyç që nuk po them se janë me drejt apo pa drejt. Se do ndërpres edhe për të pirë, ka pirë një gotë alkool, 3 ditë rri, ati burgosur, 3 ditë rri, nuk ka një si qenë 3 ditë, vetë për këta pasaj nxjerrin, po 3 ditë ama do rri. Nuk ka një njeri në Shqipëri i cili është piketuar nga një prokuror dhe nuk janë vënë prangat. Prangat janë një gjë e rëndësishme shumë. Ju e shikoni, Mendelsoni e provoi disa orë prangat. Ish Princi Andrew provoi prangat në duar. Që është vazhdon tjetë, të më thënë teorikisht, është në atë listën e trashëgimit. Prangat janë status, janë në fundit model barazie. Barazia para ligjit je i detyruar të jesh i përgjigjshëm. Barazia para ligjit gjykata e rrëfen me anë të veprave dhe veprimeve të saj, se në fundit ligji është i barabartë për gjithë dhe s'ke thënë gjë. Dhe këta na thonë për ditë ligji është i barabartë për gjithë, është më nën sensin jetë. Në kohën që ti se vën në mënyrë të barabartë para ligjit. Dhe prandaj vim tek ky moment. Ky është moment kur Berisha nuk përmendet, ky është moment kur Berisha para dite shkon në gjykat si i pandehur edhe mbas dite vjen djeg vendin. Ky është në një moment kur atë që tha dhe zoti Beqiri, nuk ka një grup, si ka funksionuar një grup kaq i madh që ka pasur thuaj se tërë qeverin, pjesë të grupit të vjedhjes, dhe nuk ke asnjë antar qeveri atje. Asnjë antar qeveri nuk ke... Minimalisht ekipi punës tuaj që ka përgatitur. Tani pse vjen kjo gjë, Sokol? Është një element tjetër nëse e vëmë re. Të vetmet fakte që nuk rrjedhin nga prokuria janë në provat e Sali Berishës. Të gjitha provat e tjera, janë si janë, rrjedhin prej spakut. I merr vesh në rrugë, e analizojnë, e përflasin... Sot gazi, të më të një ke këshu. E sulmojnë me gurë, e fyejnë, i bërtasin në rrugë, o ti hajdut, o pa hajdut. Sali Berisha s'ka asë një fakt të rrjedhur nga bërë. Dhe ne nuk dim fare çfarë ka ai bunker. Dim që ka një krim shumë të madh, dim që ka një qeveri të futur në familje, jo një familje të futur në qeveri, një qeveri e tërë e futur në familjen e Berishës që shërbente nga mëngjesi deri në mbrëmje, çfarë do, cilën firmë do, cilën s'do, ishin të rrezikuar me jetë. Ai generali që edhe i rrezikuar, prandaj edhe e dinte se si kryen vrasjet në këtë rast. Dhe vjen puna tek ajo që vërtet konstatuat me saktësi, se në dje, për dje, në gjitha protestat, në gjitha gjakderdhjet, në të gjitha zjarrvendjet,
ne nuk e kemi në gjykundin në sfond gjyqin është gjyqi më i madh. Është tjetër gjë se ky të dënohet, mund të dënohet dhe duhet dënohet përjetësisht për vrasje. Por është gjyqi më i madh që i ndodh Shqipërisë. Gjyqet e tjera të komunizmit kanë qenë fake edhe pse janë bërë në për kinema. Ky është gjyqi më i madh. Pse? Sepse është gjyqi që ka 5 vjet që ka filluar dhe s'kemi asnjë hap. Është gjyqi që ka filluar me një indicjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ka filluar me indicjen e këtyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 19 maj e shpallën Sali Berishën të korruptuar, të madh, dhe me 20 për interes të familjes ti, a? Për interes të familjes ti. Dhe me datën 20, se kështu është citimi. Me datën 20, spaku i krijuar në thonjza nga Amerika, domethënë bija e Amerikës, nuk lëvizi as gishtin. Dhe 5 vjet vazhdon të luaj me nervat, vazhdon të luaj me të drejtën, vazhdoj të luaj me moshën e Sali Berishës. Dakor, po vetëm kam një pyetje ide, pse ka një nxitim doktori, ka një frustrim, ka një stres, ka një... Po stresi i tia edhe frustrimi i tij nuk është e kompleksi për dizani. Këtë ai e ka lule, edhe po tjetë vetëm për këtë, domethënë ai do kishte kërkuar dhe gjykim të shkurtuar, edhe mund të bënte marrëveshje me këta të thoshë, amar më dënoni për këtë dhe më lini pastaja. Por ai ka dhe 23 procese tjera të hapura. Të hapura që janë procese në hetim. Më e madh, ja plaga më e rënd e tia që atë e thumbon keq edhe që është, domethënë, ka mbaruar si proces edhe ai duhesh marr i pandehur për këtë krim është 21 janari. Ka mbaruar 21 janari. Ai është vrasës atje, është urdhëruesi i vrasësve, është organizatori i organizatës kriminale që bëri krimin shtetëror të 21 janarit. Dhe ai, domethënë, kjo e rëndon më shumë nga të gjitha tjerat. E dyta, ai frustrimin e ka sepse Fatmir Mediu po e shtyn me punë proceduras, po pas Fatmir Mediu të ka radhën shkelzen Berisha, që do vej edhe ai për vrasjet cilësuara të 26 vetave dhe pastaj do hetohet edhe për vrasjen e Kosta Trebickës, sepse është urdhëruesi i asaj vrasje. Pra, ai ka dhe këtë hall të madh ti. Ai ka hallin tjetër sepse nuk ka ç'bën spaku, ka ngecur aq keq sa s'ka ku të vej me, se provat që ka marrë për korrupsionin e Argita Berishës, Shkelzen Berishës, ati Jusufit, edhe asaj tjetës fluturës atje, me korrupsionin e Fazliqit, 105 milion euro, është nga më të pastrat me akte, me fatura, me dokumente, me të gjitha. Nuk të gjëjmë për këto të po ju nuk gjoni për të registruar dhe janë procese në hetim. Edhe këto janë hetim, se i kam, domethënë, kallëzimet janë bërë nga mua dhe kam unë përgjigjet tyre që e kemi në proces në hetim, për tëra këto që po them.